Në zyrën e regulatorit për energji bën të ditur se njoftimi për daljen e bizneseve të mëdha në treg të hapur të energjisë do të mbetet në fuqi dhe se vendimi i së martës i gjykatës komerciale lidhet veç me një biznes. Në këtë institucioni reaguan Odës Ekonomike që gjatë ditës njoftoi se komercialja ka marrë vendim për pezullimin e njoftimit të ZRI-s. Në ZRI thanë se fjala është për një rast individual që ka të bëjë me kriteret për furnizim me energji elektrike në kuadër të shërbimit universal dhe se aktvendimi nuk e nënkupton pezullimin e gjithë procesit të liberalizimit të tregut. ZRI-ja do ta shfrytëzojë të drejtën e ankesës në instancat më të larta gjyqësore, gjithmonë në funksion të mbrojtjes së ligjshmërisë dhe vazhdimit të zbatimit të reformave strukturore në sektorin e energjisë, në përputhje me detyrimet që rrjedhin nga ligji për energjinë elektrike. Në vendimin e komercialës për kompaninë Rex, thuhet se parditësi argumentoi faktin se ekzekutimi i vendimit do t'i sillte dëm vështirë të riparueshëm. Gjykata gjeti se ekzekutimi i njoftimit kontestues paditësit do t'i sillte dëme vështirë të riparueshme, pasi që paditësi me rastin e aplikimit dhe me padi ka dorëzuar formularin e deklarimit vjetor dhe pagesën për tatimin në të ardhurat e korporatave për vitin 2024, në të cilën janë deklaruar të ardhurat bruto në vlerë prej 6.489.832 euro, ashtu që është konstatuar qarkullimi vjetor jo më shumë se 10 milion euro. Por këtë vendim, Oda Ekonomike paraqiti si vendim për pezullim të njoftimit për të gjitha bizneset, tek i kërkoi ZRI-s ta pezullojë njoftimin dhe ta ndalojë çdo veprim që mund të ndikojë negativisht në funksionimin e bizneseve. Kryetari i OEK-ut Lulzim Rafuna tha se padia ka qenë individuale pasi që Oda Ekonomike nuk ka pasur të drejtë që të bëjë padi për 1300 biznese. Mundësia vetëm ligjore ka qenë që masi që nuk është një vendim, një akt administrativ, por vetëm një njoftim, çdo biznes në mënyrë individuale ta atakoj. Janë edhe qindra padi të tjera biznese që i kanë bërë qoftë përmes avokatëve si kompani, po qoftë edhe brenda juristat ose avokatë që i kanë brenda kompanisë së tyre, po kjo është vendimi i parë që na ka arrit. Me siguri do të ketë edhe vendime tjera. Reagim të njëjtë bëri edhe dhoma e tregtisë që e mirëpriti vendimin e komercialës. Nga 1 qershori, bizneset me qarkullim prej mbi 10 milion euro ose me mbi 50 punëtor janë detyruar të zgjedhin vetë furnizuesit për energji. Bizneset që nuk e kanë zgjedhur furnizuesin mund të lidhin kontrata me Kekun për një periudhë deri në 6 muaj. Deri më 19 qershor janë nënshkruar mbi 360 kontrata me konsumatorët që kanë dalë në treg të hapur, e që llogaritet të jenë mbi 1300 biznese.